Mirëmbrëma, po fillojmë edicionin e lajmeve. Janë gjetur eshtra mortore në varrezat e qytetit të Gjakovës, pikërisht në vendin ku janë të varrosur dëshmorët e luftës së fundit në Kosovë. Policia e Kosovës në rajonin e Gjakovës ka treguar se janë gjetur mbetjet mortore të një personi të pa-identifikuar, e që ishte me veshje ushtarake dhe me emblem të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Këto janë mbetjet mortore që janë gjetur sot në varrezat e qytetit në Gjakovë, saktësisht në afërsi të varrezave të dëshmorëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Gjithçka ndodhi kur punëtorët e kompanisë Çabrati po hapnin një varr të zakonshëm dhe kanë hasur në këto mbetje. Sipas tyre, në orën 10, ata kanë kontaktuar përfaqësuesen e shoqatës për krime lufte Gjakova 98-99 Shkëndije Hoda, e cila menjëherë ka shkuar në vendin e ngjarjes. Me të parë nga afër se këtu përveç mbetjeve mortore kishte edhe veshje ushtarake dhe një këmishë zezë me emblemen e OÇK-s, Hoda ka kërkuar nga punëtorët e Çabratit që të mos punojnë dhe menjëherë ka lajmëruar stacionin policor në Gjakovë. Me të marrë këtë informat, Policia Kosovës dhe ekspertët e njësisë së hetimeve nga stacioni policor i Gjakovës kanë dalur në vend të ngjarjes. Policia menjëherë ka dalë në vend ngjarjes me të marrë informatat, ka bën vend shqetësimin e ngjarjes dhe aty shihet se ka mbetje mortore të një personi dhe është një uniform në afërsitë tina e cila ka shenjën e UÇK-s. Mbetjet mortore janë nga pas lufta dhe pamjet për televizionin dhe për njerëz të publikun i cili do ta shiqojë televizionin tuaj nuk rekomandohet që të shifen. Mirë po do të mbetjet mortore janë me një të mbështjellura me një plasmas dhe uniforma është në afërsi të mbetjeve mortore, kështu që do të mbetjet mortore nuk janë të dëmtuara, për fat mirë do të punëtorët kanë punuar në momentin e hasjes tyre, nuk i kanë dëmtuar dhe që do të japin një element më të tjetë shife, do të verifikohet dhe pastaj të konkludohet se të kujt i takojnë këto mbetje. Përgjatë 3 orëve sa edhe qëndroi ekipi i televizionit, këtu erdhi edhe njësia qendrore e hetimeve të krimeve të luftës, të cilët filluan menjëherë me procedurën e hetimeve. Për shkak se ky proces kërkon privatësi, kamera nuk u lejua të filmojë nga afër. Por me të dëgjuar se janë gjetur mbetje mortore, këtu kishte ardhur edhe një familjare e cila ka humbur më të dashurit e tyre. Ajo prapa kamerës na tha se të gjithë familjarët vazhdojnë të kemi dhembje edhe mbas 21 vitesh, por shpresa jone vetme mbetet zbardhja fatit të pagjeturve. Vlen të theksohet se në komunën e Gjakovës ende nuk dihet për fatin e 76 personave të zhdukur në luftën e fundit të Kosovës. Ambasadori SBA-ve në Kosovë, Filip Kosnet, ka vizituar sot selinë e vetëvendosjes ku ka takuar Albin Kurtin, i cili doli fitues në zgjedhje. Teme diskutimit pashmangshëm ka qenë procesi zgjedhor dhe formimi i institucioneve të reja. Me 14 shkurt në Kosovë mbajtën zgjedhje të parakohshme parlamentare, në të cilat lëvizja vetëvendosje shënoi fitore të thellë. Një ditë pas zgjedhjeve, ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Filip Kosnet, ka përgëzuar Kosovën për organizimin e zgjedhjeve të lira demokratike, duke thënë se Amerika qëndron krah Kosovës. Përmes një postimi në profilin e tij zyrtar në rrjetin social Twitter, Kosnet ka thënë se shteti i tij nxipret që të punojë me qeverinë e re të Kosovës. I përgëzoi qytetarët e Kosovës që dëshmuan për kushtimin për demokraci dhe vizionin të së ardhmes. Amerika qëndron krah Kosovës dhe nxipret që të punojë me qeverinë e re sapo të formohet, në qëllimet e përbashkëta për paqe, drejtësi dhe prosperitet, ka shkruar ambasadori Kosnet. Kënaqësi të takoj Albin Kurtin dhe të uroj lëvizjen vetëvendosje për fitoren e saj dhe diskutuan për rrugën e Kosovës përpara. Ne i nxisim partitë të punojnë shpejt për të krijuar qeverinë dhe kuvendin që t'i shërbejnë të gjithë qytetarëve dhe në adresimin e sfidave, shkroi Kosnet në Twitter. Ambasadori Kosnet 2 ditë pas zgjedhjeve ka takuar edhe ushtruesën e detyrës së presidentes Vjosa Osmani. Diskutuan për rezultatin e zgjedhjeve. Theksova që njerëzit e flamurit të Kosovës kanë votuar qartë për ndryshim. Ne jam dakord që kushtetuta e institucioneve të reja duhet të jetë një përparësi për të siguruar stabilitetin dhe një angazhim të palëkundur për rimekëmbje pas Covid-19, ka shkruar Osmani në Twitter. Kosnet gjatë të martës ka takuar dhe kryetarin edhe Albin Kurtin, ku e ka uruar për fitoren në zgjedhjet e 14 shkurtit. Të dielën me 14 shkurt në Kosovë mbajtën zgjedhjet e parakohshme parlamentare, në të cilat lëvizja vetëvendosje shënoi fitore të thellë.
Rifillimi i shpejt i dialogut me Serbinë është një kërkesë e qartë që është bërë nga SBA-ja, por edhe shtetet kryesore të BE-s. Koalicioni OJQ-ve Demokracia në Veprim ka vlerësuar se zgjedhjet parlamentare të 14 shkurtit janë zhvilluar në përputhje me standardet me disa parregullsi të zakonshme të trashëguara. Eugen Kolli tha se publikimi i rezultateve për një kohë të shkurtër nga KQZ-ja ka treguar transparencë. Ai tha se edhe partitë politike kanë treguar vlerë me pranimin e rezultateve. Demokracia në Veprim vlerëson që zgjedhjet e parakohshme të 14 shkurtit janë organizuar dhe janë zhvilluar në përputhje me gjitha standardet demokratike për zgjedhje të lira dhe të drejta. Dita e zgjedhjeve, përkatësisht procesi i votimit dhe ai i numërimit, janë zhvilluar qetë, të rregullta dhe pa ndonjë parregullsi serioze që do të mund të ndikonte në integritetin e procesit zgjedhor. Sidoqoftë, dita e zgjedhjeve është shoqëruar me disa nga parregullsitë e zakonshme, të cilat kanë qenë në raste të izoluara, mirë po që janë duke u trashëguar nga procesi zgjedhor në tjetrin. Sipas DNV-s në Mitrovicë të Veriut e Graçanic ndonë se nuk ka komunitet bosnjak. Atje kanë fituar numër të lartë votash partitë nga ky komunitet. DNV-ja ka theksuar se mbledhjet e KQZ-s para zgjedhjeve janë karakterizuar me konflikte të ashpra mes antarëve të lëvizjes vetëvendosje dhe kryetarës së KQZ-s. Kjo ka ndikuar që një numër i madh i mbledhjeve të KQZ-s, ndryshe prej praktikës së deritanishme, të mbyllen para kohe apo edhe të shtyhen për periudha të gjata kohore. Puna dhe pavarësia e KQZ-s vlerësojmë që janë cënuar në disa raste nga ndërhyrjet e jashtme e posaçërisht në rastin e deklaratës publike të ushtruesës së detyrës së presidentit të vendit, e cila në një formë kishte cënuar pavarësinë e punës së KQZ-s. Vlerësojmë se zgjedhjet parlamentare të 14 shkurtit janë zhvilluar në përputhje me standardet, është shprehur ai. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ende nuk ka një datë të saktë se kur do të nisë numërimi votave të ardhura përmes postës. Zëdhënësi i këtij institucioni, Valmir Elezi, tha se ende nuk dihet kur do të fillojë pasi që së pari duhet të bëhet skanimi i listës së votuesve. Pasi të përfundoj të gjitha këto procedura, ai tha se numërimi i votave mund të përfundoj brenda 2 ditëve. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do fillojë me publikimin e formularëve të rezultateve të subjekteve politike dhe kandidatëve për zgjedhjet e 14 shkurtit. Sa i përket votave me post, Elezi tha se KQZ ka pranuar 43.500 pako me fletvotime nga jashtë vendi, por që vetëm pasi të hapën këto pako, tha se do të dihet numri saktë i fletvotimeve. Fillimi i publikimit të formularëve të rezultateve të subjekteve politike dhe kandidatëve për zgjedhjet e 14 shkurtit, Elezi tha se bëhet me qëllim të rritjes së transparencës dhe besueshmërisë në procesin zgjedhor. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka filluar me publikimin e formularëve të rezultateve për subjektet politike dhe kandidatët nga zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Kosovës, të cilat janë mbajtur ditën e diele. Të gjithë të interesuarit do të mund të shohin rezultatet e subjekteve politike dhe kandidatëve për secilin vendvotim, duke shfletuar kopjet e këtyre formularëve, të cilet janë plotësuar në vendvotim nga anëtarët e këshillave të vendvotimit të diele në mbrëmje pas numërimit të fletvotimeve. Rezultatet përfundimtare ai tha se shpallën pas numërimit të votave me kusht, votave përmes postës, votave të personave me nevoja të veçanta dhe pas përfundimit të gjitha procedurave në qendrën e numërimit dhe të rezultateve. Nga sot në qendrën kryesore të mjekësisë familjare në Gjakov kanë filluar të bëhen testet rapid. Ushtruesi detyrës së drejtorit Arben Koshi ka thënë që këto teste ishin ndarë për vëzhguesit dhe komisionarët që punuan në ditën e zgjedhjeve, por pasi që KQZ-ja nuk na ka njoftuar, ne filluam me testimin për qytetarët. Nga dita e sotme në QKMF Gjakov kanë filluar testet rapid për COVID-19. Të gjithë qytetarët që kanë simptoma mund të paraqiten në këtë qendër. Ushtruesi i detyrës së drejtorit ka thonë që këto teste ishin ndarë për vëzhguesit dhe komisionerët që punuan në ditën e zgjedhjeve, por pasi që KQZ-ja nuk na ka njoftuar, ne filluam me testim për qytetarët. Komunës Gjakovës i kanë taku 5.000 teste. Këto teste rinore me datën 13 shtunën. Kanë qenë dedikune për testimin e
kandidatëve të cilët janë në Komisionin Qendror Zgjedhor, mirë po pasi që Komisioni Qendror Zgjedhor nuk ka ofruar listat, atëherë është ardhur urdhësa e dytë nga Ministria që këto teste mbesin në komunë dhe do të shfrytëzohen për testimin e qytetarëve të cilët kanë indikacione. Këto janë rapid teste, të cilat bëhen me antigen detekcionin për SARS-CoV-2. Prej të honës kemi fillu, nuk ka numër të madh qytetarëve që vinë, mirë po besoj që ky informacion do t'ju ndihmoj që në rast nevoje, varësisht për indikacione, vinë ta bëjnë edhe këtë test. Nuk është indikacion mosha, varësisht për simptomave ose indikacioneve të cilat i merr mjeku prej pacientëve. Komuna e Gjakovës është pajisur me 5.000 teste rapid. Ky lloj testi ka rezultat të shpejt ku në kohë prej 10 minuta mund të merrni rezultatin ka pohuar koshi. Drejtoria e Shërbimeve Publike, përkatësisht sektori për menaxhimin e mbeturinave, është duke diskutuar draftet e rregullores komunale për menaxhimin e mbeturinave dhe planin lokal për menaxhimin e mbeturinave 2021-2025. Sektori për menaxhimin e mbeturinave ka organizuar së fundmi një punëtori në të cilën janë prezantuar dhe diskutuar draftet e rregullores komunale për menaxhimin e mbeturinave dhe plani lokal për menaxhimin e mbeturinave 2021-2025. Rregulloren për menaxhim të mbeturinave Komuna e Gjakovës siç e ka pas, po unë si udhëheqëse e sektorit menaxhimit të mbeturinave kam kërkuar nga kryetori i komunës që ta formojmë një komision që ta rishqyrtojmë rregulloren për shkak se kanë qenë shumë nenet jo të pakjarta, po të pa definune. Edhe plani komunal i menaxhimit të mbeturinave 2021-2025 ka filluar para pandemisë, plani është bërë në bashkëpunim me Gizin. Mirë po për shkak që ka ndryshuar situata në menaxhimin e mbeturinave, është pastru stacioni transfer, kanë filluar shpërndarja komposterave, do të vazhdoj shpërndarja komposterave. E kemi pat nevojshëm të mblidhem edhe një herë, ta diskutojmë edhe ta finalizojmë edhe planin komunal edhe rregulloren për menaxhimin e mbeturinave. Rregulloria komunale si dhe plani lokal do të jenë në dëgjim publik deri në fillim të marsit. Sipas rregullores, çdo person është i obliguar të paguajë faturë të mbeturinave në kompaninë që është e licencuar nga Komuna e Gjakovës. Kjo është marrë në bazë të ligjit menaxhimit të mbeturinave, pasi nuk ka qenë e cekur, kështu që obligohen të gjithë qytetarët anëvisëritë bizniset që të bëjnë pagesë ndaj kompanisë rajonale KRM Qabrati. Gjithashtu aty qartësohet që edhe nëse personat fizik dhe juridik nuk do të paguajnë mbeturina, KRM Qabrati ka obligim të mbledhë mbeturinat, pastaj në bazë të ligjit edhe udhëzimit administrativ gjobiten qytetarët ose bizniset që nuk lidhen kontratë me KRM Qabratin. Nga ky sektor na njoftuan që shumë shpejt pritet implementimi i planit dhe rregullores. Mekanizmi kundër dhunës në familje ka zhvilluar takimin e rregullt raportues lidhur me rastet e dhunës në familje. Është shqetësues numri rasteve të cilët janë në rritje. Sipas raportimit të policisë stacionit në Gjakov, numri rasteve për periudhën janar-shkurt 2021 është 24. Shifër kjo dukshëm më e lartë krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar, kur ishin 11 të tilla. Ndërkaq, shtëpia e sigurt ka raportuar gjithashtu për rastet e reja dhe sfidat e vazhdueshme që përcjellin këtë OJQ. Gjithashtu edhe për projektin e ambasadës britaneze, e cila ka mbështetur përmes shtëpisë së sigurt 7 viktima të dhunës në familje për mbulimin e shpenzimeve të qiras për muajt janar-shkurt dhe mars 2021. Gjithashtu u diskutua edhe për organizimin e aktiviteteve për shënimin e ditës ndërkombëtare të gruas. Kryetari i Komunës Ardian Gjini dhe Alfred Pietri, drejtor ekzekutiv i Caritas Kosova, kanë nënshkruar memorandum mirëkuptimi me qëllim të ofrimit të shërbimeve të përbashkëta në interes të përgatitjes dhe këshillimit të rinjve të komunës për tregun e punës në kuadër të projektit Praxis. Përmes kësaj marrëveshje, Komuna e Gjakovës do të ofrojë mbështetje profesionale, logjistike, infrastrukturore, qasje në shkolla dhe institucione të tjera, si dhe do të promovoj projektet dhe mundësitë e ofruara nga Caritas Kosova për të rinjt.
Në kuadër të 13 vjetorit të pavarësisë së Kosovës është hapur ekspozita e fotografisë Kujtesa e Kosovës Rambujese, reporterit Aslan Krasniqi, fotografi të cilat rrëfejnë momente nga konferenca e Rambujes. Drejtori i Bibliotekës Kombëtare Fajzli Gajraku tha se fotografitë e Aslan Krasniqit paraqisin ngjarjet më të dhimbshme të historisë së Kosovës. Teksa shtoi se është nder që fotografitë e sotme po ekspozohen për të parën herë në Bibliotekën Kombëtare. Po flasim për një fotoreporter, fotograf, që ka dokumentu më mirë se çdo kusht tjetër historinë e dhimbshme të Kosovës, historinë e lavdëshme të saj, sepse në gjitha ngjarjet që i kanë ndodhur të dhimbshme dhe ato të gëzueshme të Kosovës, Zëvendës ministri në detyri Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Engelbert Zefaj, tha se kjo ekspozitë rrëfen rrugën në të cilën u desh të kaloj Kosova deri në shpalljen e pavarësisë. Kjo ekspozitë që po flet shumë, po tregon momente tepër të rëndësishme dhe po arrin që ta shpjegon ajo që ndodhi ato ditë në Rambuje, dhe ajo që po më bën përshtypje që kamera zotit Krasniqi ka arrit aq afër. Jemi bindur që përveç kamerës edhe veshi i zotit Krasniqi ka qenë afër dhe i ka dëgjuar se çfarë po ndodh. Me këtë rast, autori i fotografive Aslan Krasniqi tha se ndjehet krenar që ka pasur rastin të bëjë këto fotografi, të cilat i ekspozoi me rastin e 13 vjetorit të shpalljes së pavarësisë. Ndihem krenar që jam këtu në mesin tuaj. Ndihem krenar që unë kam pas fatin me fotografu të personalitete. I pranishëm në këtë event ishte edhe regjisori Dibram Fylli, i cili në një fjalë rasti tha se autori Aslan Krasniqi ka mbi 1 milion fotografi, përmes së cilës rrëfen gëzim e dhimbje. Po në kuadër të përvjetorit të pavarësisë së Kosovës, në Gjakov do të ketë edhe disa aktivitete artistike, për të cilat na njeh drejtoresha e kulturës Saranda Hyseni. Për nder të përvjetorit të 13 të pavarësisë së Kosovës, Drejtoria për Kulturën dhe Sport në Gjakov ka organizuar një koncert festiv në sallën e pallatit Asim Bukshi. Për këtë aktivitet në detaje na tregoi drejtoresha e këtij dikasteri Saranda Hyseni Maloku. Përpos aktiviteteve ditore që do të jenë të shoqatave të ndryshme, për shkak të pandemisë ne kemi menduar që mos të xhanohemi më shumë se kaq, të përmbyllim me pjesën qendrore që është në ora 17 në Pocket Hall në Pallatin e Kulturës Asim Bukshi. Është hyrja pa pagesë, do të jetë ansambli këngë dhe vallëve shota. Një program konsideroj mjaft i larmishëm që na ka munguar që sa kohë, e që mendoj që nëse do të ishim të gjithë bashkë në sallë, por po ashtu e di që do transmetohet edhe tek televizioni Syrivizion drejt për drejt, do të kenë qytetarët e komunës së Gjakovës të shohin mjaft, e pse jo ta përmbyllim festimin me mënyrë më të mirë të mundshme, me këngë dhe valle. Koncerti festiv i pavarësisë do transmetohet drejt për drejt në televizionin Syri. Është mbyllur pafitues ndeshja e veteranëve Kosovë-Shqipëri. Për nder të përvjetorit të pavarësisë së Kosovës, Federata e Futbollit të Kosovës dhe ajo e Shqipërisë kanë organizuar një ndeshje futbolli ndërmjet veteranëve të dy kombëtareve. Kjo ndeshje u zhvillua në stadiumin Dy Korriku në Prishtinë, ku morën pjesë emra si Erjon Bogdani, Armen Dallku, Alban Bushi, Altin Lala, Muharrem Sahiti, Errol Saliu, Sheremet Isufi, Arsim Pjepolli, Haxhi Zeka e të tjerë. Ndeshja e zhvilluar në kushte shumë të mira atmosferike, u mbyll pa fitues dhe rezultati ishte 0-0. I pranishëm për ta përcjell nga afër këtë ndeshje ishte edhe kryetari i Federatës së Futbollit të Kosovës, Agim Ademi. Ja dhe një tjetër informacion nga sporti, por nga disiplina e shahut. Është mbajtur një garë mes nxënësve që u mbajt në Gjakov. Sot në shkollën Hysni Zajmi në Gjakov është mbajtur një garë shahu, për të cilën më detajisht na njofton Adrian Telaku, kryetari i Federatës së Sportit të Shkollave. Ne si Federata e Sportit shkollor aktivitetin shkollor kemi filluar që nga muaji shtator, ku ka filluar domethënë nga data 14 shtator, viti shkollor, ndërsa aktivitetin e gara shkollore shtrim gjatë vitit shkollor. Tash i moment të i marrit garat republikanat shahut, ku janë fitues të gjitha regionet, domethënë janë nxjerrë shkollat fituese që nga rreti i parë, tani jemi në rretin e 4,
të garat republikane, ku përfaqësohen shkollat fituese të 7 regioneve të Kosovës, nivel shkolla fillore dhe shkollat mesme. Me qenë se kjo aktivitet është mbajtur për të shënuar përvjetorin e pavarësisë, pjesëmarrësit u shprehen se janë ndjerë të nderuar që në këtë formë e kanë shënuar këtë ditë festive, e po ashtu që patën mundësi të sfidojnë veten në lojën e shahut. Shkollat fillore, vendi i parë, shkolla 17 Shkurti, Malishev, vendi i dytë, shkolla Migjenit, Drenas. Shkollat e mesme, vendi i parë, shkolla Kuvendi i Arbërit, Ferizaj dhe vendi i dytë, shkolla Xhavet Ahmeti, Gjilan. Dhe tani të ndjekim grafikën e parashikimit të motit për ditët në vijim. Këtu po mbyllim këtë edicion të lajmeve. Faleminderit për vëmendje. Mirupafshim.